Gladiatorët i lirë. Të gjithë flasin për gladiator, po a e dini se ka patur edhe gladiator i lirë që janë përleshur në Koloseun e Romës? Po, dhe tani po ju tregoj historinë ekskluzive për ju në këtë kanal të gladiatorëve i lirë. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes kanali që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi përbashkë, sinqerisht. Atëherë, duhet të dini që për gladiatorët flitet në mbar botën, madje gjithë bota pretendon ose ka dëshirë që të paktën shpreh dëshirën që vetëm një herë të shkojë në Romë. Pra, kjo është dëshira e të gjithë popujve në mbar botën, sepse Roma ka qenë gjithmonë, ose më mirë Koloseu, pika kyçe e të gjitha evenimenteve që ka ndodhur që nga viti zero. Dhe për gladiatorët flitej që atëherë, sepse pritej pikërisht dita e spektakulus, ose dita që do përlesheshin gladiatorët. Po çfarë ishin gladiatorët? Atë që shumë pak e kuptojnë, sepse një pjesë dërmuese e njerëzve mendojnë se ishin vetëm disa që përlesheshin mes njëri tjetrit. Shqiptarët e dinë të gjithë pothuaj që gladiatorët ishin sklever të përgatitur që duhet të përlesheshin përpara perandorit, apo fillimisht përpara se të shkonin tek perandori edhe tek ushtarët romak. Dhe ishte viti 80 pas erës sonë, pra pas Krishtit, viti 80, perandori ishte perandori Tito. Dhe do përgatiteshin edhe kësaj radhe përleshjet me gladiatorët. Dhe gladiatorët ishin përgatitur prej kohësh, por kësaj here Tito kishte bërë diçka, pra perandori Tito. Ai mendonte që të bënte 100 ditë spektakulus, pra 100 ditë përleshje dhe spektakël njëkohësisht. Në fakt ndaj quhet një spektakël. Këto të dhëna janë shkruar nga poeti Marcial. Poeti Marcial që shkon në librin Liber de Spectaculis. Liber de Spectaculis. Po, tamam si libri i spektaklëve. Sepse ata e mendonin që ishte një spektakël, pikërisht. Dhe mes tyre, pra mes gjithë këtyre skleverve, kishte edhe sklever që vinin nga vendet tjera. Dhe këta ishin sklever që vinin nga Iliria. Po ku nga Iliria? Duhet të dini që para shumë viteve kemi folur edhe për piramidat ilire në Bosnjë. Në fakt, mendohet që piramidat që janë ndërtuar në Bosnjë janë piramida ilire. Dhe kemi folur për emisione, pse po ja u them këtë, sepse mendohet, shkruhet, pra ky Marcial shkruan që ata që u përplasën, pra dy prej tyre, ishin Prisco dhe Vero. Prisco dhe Vero ishin dy gladiatorë që vinin nga Danubi, thot ai, në pranë Bosnjës, me pak fjalë. Dhe ishin gladiator i lirë. Pse quheshin gladiator i lirë këta? Sepse në atë parë ishin sklevët që ishin kapur nga ato zona, sepse ishin disa zona që nuk donin që të ishin romake, dhe në përplasjet që bënin, pjesë tjera të Iliris, që ishte deri sipër, ju e dini shumë mirë, e kemi bërë këtë në emisione, dhe një pjesë prej tyre që nuk donin që ishin grupe të vegjël, ata bënin gjithmonë reprezalje dhe kështu që romakët kapnin ndonjëherë robër dhe i merrnin. Dhe i përgatisnin, por përgatisnin më të mirë. Merreni me mend që kishin kaluar disa vite, tregohet të paktën si shtuhet edhe në libër, kishin kaluar rreth 4 vite, ku këta, Prisco dhe Vero, ishin gladiatorë që i mbjetonin çdo lloj problemi natyror ose edhe ndonjëherë edhe përplasjeve me kafsh, sepse tregohet që të dy këta ishin shumë të fortë kur kooperonin mes njëri tjetrin, dhe tregohet që vran edhe një luan, teksa luani shkoi dhe donte që të vriste ushtarët romak. Dhe këta ndonse ishin sklever, këta mundën që ta vrisnin luanin. Dhe kishte ndodhur dhe herë të tjera, pra për 4 vite, këta ishin super të përgatitur. Dhe ç'ndodhi? Këta kur shkuan, ishin të dy, ishin shok të një vendi, dhe këta kur i nxorën në arenë që të përplaseshin, merreni me mend, njëri fitonte nga një anë dhe tjetri fitonte nga ana tjetër.
ishin 100 ditë që ata përplaseshin, pra të gjithë gladiatorët përplaseshin mes njëri tjetrin. Normal, deri në vdekje, sepse atëherë në kohën e Titos ishte momenti që ata përplaseshin, pra vriteshin deri në vdekje. Dhe që nga të dy anët ishin luftëtarë fantastik. Në fakt, tregohet që për ditë të tëra, javë të tëra, me një fjalë, këta ishin ata që fitonin gjithmonë. Në fakt, kishin bërë që të gjitha femrat edhe gratë e martuara të atyre kohrave flisnin vetëm emrat e tyre dhe natën i gjumë, të paktën kështu thuhet edhe në përshkrime. Merreni me mend sepse brohoritjet e spektatorëve në arenë, pra në Koloseu, dhe të gjithë njerëzit që flisin çdo ditë për Priskën dhe Veron, ishte me një fjalë veshët e tyre, si thotë edhe shkrimtari, vriteshin nga këto emrat e tyre dhe ditë për ditë mbanin mend atë emër. Dhe kështu që ishin të etur që të gjithë për këta emra dhe u bën të famshëm. Me kalimin e kohës, pra të atyre ditëve, të tjerët u zvanitën, pra edhe ndonë se ishin të fortë disa gladiatorë të tjerë, u zvanitën sepse emri këtyre mori hovë. E para që ishin shok mes njëri tjetrit, e dyta që ishin shumë të përgatitur dhe bënin spektakël, atë që u intereson të njerëzve. Dhe perandori Tito ishte i kënaqur me këtë, sepse thoshte ku ta gjej njerëz të tillë që të mbajnë spektakël gjallë, të mbajnë njerëzit gjallë. Dhe kështu luftuan derisa erdhi momenti. Erdhi momenti që ata duhej që të përplaseshin mes njëri tjetrit, pra të vrisnin njëri tjetrin, sepse s'kishte më, me kë do përplaseshin. Dhe kur erdhi momenti që do përplaseshin mes njëri tjetrit, menduan diçka që nuk do t'ja u them tani, dëgjojeni. Mirë po, ata publikisht mes njerëzve doli që do vrisnin njëri tjetrin. Dhe ju e dini që gladiatorët kur dilnin nuk donin që të dinin kush ishte përballë, e vrisnin dhe kaq. Dhe kështu dolën në arenë. Dolën në arenë dhe filluan përvleshjen. Teksa bënin përvleshjen, populli brohoriste. Dhe atë brohoritje ata bën që ta mbante gjallë gjithë Koloseun, pra Romën, sepse shkonin me mira çdo ditë, ta mbante për rreth 23 ditë rresht. Pra ata 24 ditë. Ata ishin për ditë aty. Ishin ditët e fundit, kishte ardhur momenti dhe ata nuk dihet se si, por mbaheshin ende në këmbë, të gjakosur, të raskapitur, të shpuar nga të plagosur, e megjithatë ngriheshin dhe luftonin sërish. Deri kur ata në fund fare çfarë bën? Për një gest që nuk e kishte bërë askush deri në atë moment, sepse duhet të dini që një gladiator kur vinte momenti që duhesh të përplaseshin dhe tjetri do shkonte që ta vriste, dikush nga gladiatorët, në qoftë se ndonjëherë, jo gjithmonë, ndonjëherë kur rrëzoi, ishte pa shpatë dhe ishte gati që tjetri ta vriste, ai kërkonte mëshirë, pra ai që ishte poshtë, kërkonte mëshirë, thoshte më lini të gjallë, edhe ngrinte gishtin sipër. Dhe në këtë rast vendoste jo vetëm perandori, por vendoste edhe ai që po luftonte. Kështu që shpesh ishin zgjedhje që bëheshin në atë moment. Ndonjëherë perandori thoshte bjeri dhe ai e vriste, ose ndonjëherë tjetër ai e vriste vetë. Pra varesh nga situata. Dhe çfarë bën këta? Që të dy. Ndaj u thash që do t'ja u them më vonë. Ata luftuan dhe sa ngritën popullin në këmbë, sa e bën që ti dashuronte çdo kush, ti dashuronte edhe vetë Tito. Pra perandori, në fund fare, ata hodhën shpatat, pra i hodhën larg shpatat e tyre dhe ngritën gishtat siç ishin ulur, sepse u shtrin për dhe ngritën gishtat që të dy. Çfarë do të thoshte kjo? Nuk e kishte bërë askush një gjë të tillë, pra që të ngrinin gishtat që të dy, sepse si do ta zgjidhnin vrasjen, nëse dikush do bënte gishtin poshtë, që të thoshte vrite njërin apo vrite tjetrin, sepse që të dy ata ngritën gishtin. Kështu që duhej që ti të bënin një ligj të ri që të vendosnin, pra perandori duhet bënte një ligj të ri që të vendosej që të qëllonte ushtari, një ushtar që ishte pamundur, sepse ata nuk bën asnjë reprezalje, nuk shkuan as tek perandori, nuk ofenduan askënd, por vetëm luftuan mes tyre dhe në fund bën gishtin sipër që të jetonin që të dy. Ata duke qenë shok, pra se këtë doja t'ju thosha, duke qenë shok nga Iliria, të dy Ilir, ata çfarë bën? Ata ishin të fortë,
e dinin shumë mirë që mund të fitonin, mund të arrim deri aty dhe nëse do arrim, thanë ata mes njëri tjetrit, nëse do arrim që të përplasemi ne të dy në fund të kësaj ndeshjeje ose të këtij spektakli të madh, ne do bëjmë këtë gjest. Pra do bëjmë që të jetojmë që të dy, që unë mos të vras ty dhe ti mos të vrash mua, në fund fare do bëjmë spektakël, do hedhim shpata dhe do bëjmë gishtin sipër që të na lën të lirë, me fjalë, që jo të na lën të lirë, por që të na lën mos të vrasim njëri tjetrin. Pra vetëm në këtë formë mund të shpëtojmë ta. Dhe kështu ndodhi. Ata shpëtuan, u ngrit gjithë publiku në këmbë, sepse perandori kërkonte zgjidhje nga senatorët ngrinin supet, nuk dim ç'të bëjmë, s'kishte ndodhur asnjëherë, dhe meqense populli u ngrit në këmbë, perandori Tito ishte i detyruar që të ngrinte gishtin lart. Dhe jo vetëm i shpëtoi, por ditën tjetër i ftoi në pallatin e tij dhe bëri diçka që s'e kishte bërë kurrë. Atë ditë u dha çfarë duhesh për rrugës dhe i la të lirë, dhe ata u kthyen në Danub. Pra u kthyen në fisin e tyre në Iliri, sipër Shkodrës nga tokat që kishte Iliria deri sipër tek piramidat në Bosnjë. Kjo është historia pra që tregohet në librin Liber de Spectaculis të viteve 80 pas Krishtit. Të dy tregon jetën mes të gjithave, se ka dhe shumë shkrimet të tjera, mes të gjithave shkruhet edhe jeta e dy gladiatorëve ilir. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni, sepse të bën të mendosh thellë, është gjë fantastike, unë kisha vendosur që të bëja, nuk doja ta thosha deri tani, sepse e kam thënë në një emision, por doja që ta bëja ndoshta një dokumentar ose një miniserie, një minifilm, në një diçka që mos ta digja duke ja u thënë këtu edhe ta dinë të gjithë. Pra, sot e thash në ekskluziv dhe do dëshira një komentin tuaj, çfarë mendimi keni. Ju dua fort, kaloshi bukur, natë.